Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure Esh-Shems, zbritur në Mekë, ajete 15. Përmbajtja e sures Esh-Shems. Kjo sure është ndër suret që pastrojnë shpirtin dhe zemrën nga papastërtit, pra boshti i saj vërtitet te këto dy kuptime edhe pse në fillim të sures trajtohen 11 çështje të rëndësishme që nga krijimi i universit. Në vazhdim flet për shpagimin e grupit të pastër nga nefsi. Përmendet betimi dhe betimet më të shumta të Kuranit janë përmbledhur në mënyrë të përgjithshme. Në përfundim të sures citohen shembuj nga popujt e padisiplinuar dhe kokfort, sikurse populli i Themudit. Ky popull për shkak se e la mënjan pastrimin e shpirtit, përfundoi në fatkeqësi të përjetshme. Allahu i dënoi ata me dënim të madh. Mëtej surja përfundon duke folur shkurtimisht për fatin e tyre. Kjo sure e shkurtër trajton një ndër çështjet më të rëndësishme të fatit të njeriut, ajo sqaron edhe shpalos për njerëzit sistemin e vlerave të fesë islame. Mirësitë e leximit të sures Esh-Shems. Për të treguar për mirësitë e kësaj sureje, është e mjaftueshme citimi i hadithit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, çdo kush që e lexon surën Esh-Shems merr mirësitë sikur të ketë dhënë sadaka në rrugën e Allahut për gjithë krijesat dhe gjërat ku mbi to bie dielli dhe hëna. Sigurisht që këto mirësi të mëdha janë për ata që e kanë kapur thelbin e këtyre ajeteve, edhe pse janë ajete të shkurtra, për këta njerëz detyrë parsorë është pastrimi i shpirtit. Ajetet nga 1 deri te ajeti 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa-duhaha, wal-qamari idha talaha, wan-nahari idha jallaha, wal-layli idha yaghshaha, was-samaa'i wama banaha, wal-ardi wama tahaha, wa nafsin wama sawaha, fa-alhamaha fujuraha وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit, për diellin dhe shkëlqimin e tij dhe për hënën që e përcjell atë, për ditën që ja zbulon shkëlqimin atij, diellit, dhe për natën kur e mbulon atë, për qiellin dhe për atë që e ka ndërtuar, për tokën dhe për atë që e ka shtruar, për shpirtin dhe për atë që e ka përsosur, duke ja bërë të njohur atij të keqen e të mirën. Vërtet kushdo që e pastron shpirtin do të shpëtojë, ndërsa kushdo që e shtyp atë me punë të këqija do të dështojë. Komentimi. Betimet që janë radhitur në këtë sure, nëse i përllogarisim, janë 11, kurse në një sure tjetër janë 7. Në këtë sure janë mbledhur më shumë betime se sa në suret e tjera që ka Kurani. Është qartësuar shumë mirë se në këtë sure po trajtohet një çështje shumë e rëndësishme, madhështia e qiellit, e tokës, e diellit, e hënës dhe e fatit të njeriut. Fillimisht do të komentojmë këto betime dhe më pas do t'i shtjellojmë edhe më gjerë këto çështje të rëndësishme. Në fillim Allahu betohet për diellin dhe për hapjen e dritës së tij, për diellin dhe shkëlqimin e tij, sikurse e thamë edhe më parë, betimet e Kuranit në përgjithësi kanë dy qëllime. Së pari kanë për qëllim të tregojnë rëndësinë e çështjes, së dyti kanë për qëllim të tregojnë rëndësinë e vetë çështjes për cilën u nis betimi, sepse betimet gjithmonë na kujtojnë çështje të rëndësishme. Për këtë arsye këto betime bëjnë që mendja dhe arsyeja e njeriu të vihet në punë që këto çështje të rëndësishme të universit ti mendoj e ti shqyrtoj që të mund të kërkoj një rrugë drejt krijuesit nëpërmjet tyre. Dielli është planeti që ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën e njeriut dhe të gjitha krijesat e gjalla në tokë. Dielli përveç se është burim i dritës dhe i nxehtësisë, gjë të cilat janë shumë të rëndësishme për jetën e njeriut, ka edhe burime të tjera jetese, sikurse ndihma që jep për fryrjen e erës, rënien e shiut, zhvillimin e bimëve, lëvizjen e lumenjve dhe burimeve të ujit. Gjithashtu është burimi i energjisë si nafta, qymyri e të tjerë. Nëse secilin prej këtyre burimeve që ne cituam do ta shikojmë me vëmendje, do të arrijmë në përfundim se janë të lidhura me burimin e dritës së diellit dhe nëse ky burim do të shuhej, e gjithë jeta do të binte në errësirë, e gjithçka do të zhdukej. Fjala duha ka kuptimin e përhapjes së dritës, kur dielli ngjitet në kulmin e tij dhe drita e tij përfshin gjithçka, më pas atë pjesë të ditës e quajmë duha. Duha është quajtur për rëndësinë që mbar sepse në kohën e sundimit të dritës, dielli shndrit mbi tokë. Më pas, citohet betimi i tretë që është betim në hënën, kur ajo shprapa diellit dhe për hënën që e përcjell atë. Shumë komentues të Kuranit këtë interpretime kanë konsideruar si hënën e plot, kur hëna plotson 14 ditët, sepse hëna në 14 ditëshin e saj del njëkohësisht me perëndimin e diellit, duke u shfaqur në horizont për shkak se në atë periudhë hëna shplot dritë dhe plot shkëlqim është betuar për të.
Gjithashtu është edhe një tjetër mundësi që interpretimi më sipërm flet për natyrshmërinë e vazhdueshme të hënës ndaj diellit si dhe përthithjen e dritës prej tij. Të tjerë komentues janë të mendimit se komentimi i ajetit nuk ka rëndësi ndaj dhe është më mirë që të mos e citojmë. Në betimin e 4 betohet për ditën kur faqja e tokës shkëlqen prej saj, për ditën që ja zbulon shkëlqimin atij diellit. Fjala xhellaha vjen nga rrënja e fjalës et-tajliye, që ka kuptimin shfaqje dhe shprehje. Ka shumë diskutime në mesin e komentuesve se te kush kthehet për emri te fjala xhellaha. Shumë komentues janë të mendimit se për emri kthehet te fjala tok ose te fjala dynja, sikurse kemi thënë edhe më lart, është e drejtë që në ajetet e kaluara nuk është folur për tokën, por kjo gjë bëhet e qartë nga pozicioni simetrik. Të tjerë komentues besojnë se për emri i fjalës xhellaha kthehet te fjala diell, që do thotë betohet në ditën kur dielli shfaqet, në të vërtetë dielli shfaq ditën. Por në mënyrë virtuale mund themi se dita është ajo që shfaqet diellin. Nga të gjitha komentimet, komentimi i parë është më i përshtatshëm. Sidoqoftë betimi për këto planete të rëndësishme qiellore është për shkak të ndikimit të jashtëzakonshëm të tyre jo vetëm në jetën e njerëzit, por edhe në të gjitha krijesat e gjalla, sepse dita është sekreti i lëvizjes dhe jetës. Të gjitha përpjekjet dhe mundimet e jetës zakonisht shfaqen përgjatë ditës. Në betimin e 5 betohet për natën që mbulon tokën, për natën kur e mbulon atë, nata me gjithë bereqetet e saj dhe me gjithë ndikimet dhe vlerat e saj, që nga një anë ndryshon nxehtësinë e diellit përgjatë ditës dhe nga ana tjetër është burim qetësie dhe pushimi për gjitha krijesat. Nëse nuk do të ekzistonte errësira e natës dhe nëse dielli do të ndriçonte vazhdimisht, nuk do të ekzistonte qetësia, sepse nxehtësia përvoluese e diellit do të zhdukte çdo gjë. Po ashtu edhe nëse sistemi i natës dhe i ditës do të ishte në kundërshtim me natyrshmërinë dhe ligjin e tyre, do të hasnin probleme. Sikurse e dim, një natë hënore në planetin e hënës është e barazvlefshme me 2 javë ditënetët e planetit të tokës. Ditët janë ekuivalente me 2 javë, në mesin e ditës nxehtësia e diellit arrin në 300 gradë Celsius. Në këto kushte nxehtësie nuk mund të mbijetojë asnjë krijesë, ndërsa nata do të qëndronte ftohtë nën 0 gradë. Kjo ftohtësi nuk do të lejonte që krijesat të mbijetonin, gjithçka do të ngrinte dhe do të bëhej akull e kështu do të zhdukeshin. Në ajetet e mëparshme foljet ishin në kohën e shkuar dhe në këtë ajet ato janë në kohën e tashme. Ky ndryshim interpretimi mund të tregojë se ngjarje sikur shfaqja e ditës dhe e natës nuk janë të veçanta vetëm për tokën, e kaluara dhe e ardhmja janë të përfshira në të, ndaj dhe disa komentuese kanë komentuar si folje kohës së shkuar dhe të tjerë kanë komentuar si folje të kohës së ardhme, sepse ka për qëllim sqarimin e këtyre ngjarjeve në kohë. Në betimin e 6 dhe të 7 bëhet për qiejt dhe krijuesin e qiejve, për qiellin dhe për atë që e ka ndërtuar. Krijimi i qiejve me gjithë madhështinë e tyre është një mrekulli mahnitëse, po ashtu ndërtimi dhe zanafilla e të gjithë planeteve dhe e trupave qiellor si dhe sistemi i tyre është një tjetër mrekulli mahnitëse. Më i rëndësishëm ndër të gjitha këto mrekulli mahnitëse është krijuesi i tyre. Lidhza me tek ajeti was-samai wa ma banaha në fjalorin arab zakonisht përdoret për jo racionalët dhe referimi i saj për Allahun e madhëruar nuk i përshtatet. Ndaj disa komentues u detyruan që lidhjen me në këtë rast ta marrin sipas kajore dhe jo lidhës. Në këtë rast kuptimi i ajetit bëhet betohen për qiellin dhe ndërtimin e qiellit, por duke patur parasysh se ajetet që do të komentohen më vonë nuk lënë rrugë tjetër vetëm se fjala me të jetë lidhës dhe tregon qenin e pastër të Allahut, ai është krijuesi të gjithë qiejve, përdorimi i lidhzës me në fjalorin arab për racionalet nuk është i padëgjuar, sepse në ajetin 3 të surës An-Nisa lexojmë martohuni me ato gra që ju pëlqejnë. Një grup komentuesish janë të bindur se interpretimi me lidhjen me diçka në këtë rast është për shkak se burimi i botës është lënë i paqartë me qëllimin që më pas nëpërmjet saktësisë dhe studimit të njihen me dijen dhe urtësinë e tij. Ma diçka shndrohet në dikush. Komentimi i parë është më i përshtatshëm. Në betimin e 8 dhe të 9 betohet për tokën dhe krijuesin e tokës, për tokën dhe për atë që e ka shtruar. Betimi bëhet për tokën që është djepi i jetës së njerëzit dhe i të gjithë krijesave të gjalla. Toka është mahnitëse së bashku me malet, detet, luginat, pyjet, burimet, lumenjt, mineralet si dhe burimet e tjera të çmueshme që secili më vete është një shenjë prej shenjave të tij. Më shumë se kaq dhe më mirë se sa u tha, është krijuesi kësaj toke, fjala tellaha vjen nga rrënja e fjalës tahu
dhe ka kuptimin zgjerim shtrirje, gjithashtu ka kuptimin largoj për z e të tjerë. Në këtë rast ka kuptimin për hap, sepse së pari toka në fillesën e saj ishte mbuluar me ujë, më pas gradualisht ujërat e saj u zhvendosën në përgropat e tokës. Së dyti toka në fillimet e saj pati uljet dhe ngritjet me shpatet e pjerta që nuk ishin të banueshme, shira të rrëmbyeshëm që binin vazhdimisht, e lanë lartësinë e tokës e kështu gradualisht toka u bë e shtrirë dhe e banueshme për jetesën e njeriut. Disa komentues janë të bindur dhe besojnë se në këtë interpretim flitet shkurtimisht dhe në mënyrë të përgjithshme për lëvizjen e tokës, sepse një nga kuptimet e fjalës tehu është lëviz, që mund të tregojë lëvizjen e transferimit të tokës përreth diellit ose lëvizjen e saj përreth vetes ose të dyja bashk. Më pas kalon te betimi 10 dhe 11 që janë edhe betimet e fundit në këtë seri për shpirtin dhe për atë që e ka përsosur. Betohen për nefsin e njeriut dhe të atij që e ka përsosur, po ky njeri është ekstrakt i gjithësisë, elementi i mbretërisë së botës dhe është lulja dhe gjelbërimi i botës së krijimit. Ky krijim i hollësishëm që është plot e përplot me mahnitje mrekulli ka aq shumë rëndësi sa që Allahu betohet për të dhe për veten në të njëjtin vend. Nëse do të kishte për qëllim shpirtin, atëherë fjala sawaha ka kuptimin e sistemimit dhe të rregullimit të forcës së shpirtit të njeriut, duke marrë që nga forcat e perceptimit, të kujtesës, të transferimit, imagjinatës, nismat, dashurinë, vullnetin dhe vendosmërinë dhe të tjera si këto, të cilat trajtohen në shkencën e psikologjisë. Nëse fjala sawaha ka për qëllim shpirtin dhe trupin, atëherë në të përfshihen të gjitha mrekullit që na mahnitin, duke nisur që nga krijimi i sistemit të trupit dhe gjymtyrëve të tij, që janë pjesë e shkencës së anatomisë dhe të fiziologjisë. Faktikisht, fjala en-nefsu i përmbledh të dyja kuptimet në Kuranin e Shenjtë. Për shpirtin lexojmë në ajetin 42 të surës Az-Zumer, Allahu ua merr shpirtrat atyre që u ka ardhur çasti i vdekjes, ndërsa për trupin flitet në ajetin 33 të surës El-Qasas, kur Musa i thot: "O Zoti im, un kam vrarë një njeri të tyre, prandaj kam frikë se do të më vrasin." Por në këtë rast është më përshtatshme që të merren të dyja kuptimet, pra në këtë rast përfshihen të dyja, sepse mrekullit e Allahut janë edhe në shpirt edhe në trupin e njeriut, kështu që nuk mund ta veçojmë vetëm te një gjë. Është për të habitur se fjala nefsun në këtë rast ka ardhur në formën e papërcaktuar në mënyrë që të tregojë madhështinë dhe rëndësinë e shpirtit të njeriut, madhështi që nuk mund të imagjinohet, por që është e përzier me dy kuptimësi, në mënyrë që ta paraqes atë si qenie të panjohur. Disa shkencëtar të mëdhenj të ditëve të sotme njeriun e kanë emërtuar si krijesë e panjohur. Ajeti më poshtë flet për njërin nga çështjet më të rëndësishme në lidhje me krijimin e njeriu, duke ia vënë në dukje njeriu të mirën e të keqen, duke ia bërë të njohur atij të keqen e të mirën. Po, pasi përfundoi krijimi i tij dhe qenia e tij u realizua, Allahu i mësoi njeriu të nevojshmet dhe të panevojshmet. Në këtë mënyrë, për nga ana e krijimit u bë ekzistencial, një grumbull prej balte dhe me shpirt hyjnor mëson të keqen dhe devotshmërinë dhe në përfundim është ekzistencial e mund të përsoset aq shumë sa që të jetë më i mirë se sa engjëjt, por kur ai përzgjedh rrugën e gabuar mund të bjerë më poshtë se sa kafshët. E gjithë kjo varet nga përzgjedhja që njeriu bën vet, pra cilën në rrugë përzgjedh. Fjala elhamaha vjen nga rrënja e fjalës el-ilham. Në origjinal ka kuptimin përtyp, pi diçka. Më pas është përdorur me kuptimin e induksionit për një çështje nga ana e krijuesit në shpirtin dhe zemrën e njeriut. Duket sikur njeriu atë çështje e gëlltit me gjithë ekzistencën e tij. Në disa raste ka ardhur me kuptimin shpallje. Disa komentues janë të mendimit se ndryshimi midis ilhamit dhe wahjit është kur personit i bëhet ilham, nuk e kupton nga ku dhe si ka ardhur ky ilhami, ndërkohë që me wahj shpalljen çdo gjë është e qartë, dihet nga ku dhe në ç'më mënyrë ka ardhur tek ai. Fjala fujur vjen nga rrënja e fjalës fajr, sikurse edhe e cituam edhe më lart, ka kuptimin shqyrje, e gjerë. Për shkak se kjo shqyrje bëhet në agim, është quajtur fajr. Gjithashtu për shkak se kryerja e mëkatit thyen ose shqyen perden e ndershmërisë është emërtuar fujur. Sigurisht që qëllimi i fjalës fujur në rastin ton, pra në ajetin që diskutuam, është për shkaqe dhe për mënyrat e thyerjes. Fjala taqwa, që vjen nga rrënja e fjalës waqaya, ka kuptimin ruajtjes. Pra njeriu të ruhet edhe të qëndrojë larg të këqijave, mëkateve, si dhe të qëndrojë larg çdo gjëje që e çon atë tek e liga. Është e nevojshme të rikujtojmë se kuptimi i ajetit duke ia bërë të njohur atij të keqen e të mirën, nuk nënkupton faktin që në brendinë e njeriut Allahu të ketë vendosur faktorët e të mirës dhe të keqes, sikurse kanë përfytyruar disa komentues. Ata në bazë të këtij përfytyrimi arritën në përfundimin se e mira dhe e keqja gjendet në brendinë e njeriut, por ajeti nënkupton se Allahu ja mësoi njeriut këto dy të vërteta, i sqaroi atij rrugën e drejtë dhe të padrejtë.
I njëjti kuptim gjendet edhe në ajetin 10 të surës Al-Beled, ne I mësuam njeriu të mirën dhe të keqen. Thëndryshe, Allahu I ka dhënë mundësinë njeriu të bëjë dallimin me anë të arsyes dhe logjikës. Njeriu nëpërmjet arsyes dhe natyrshmërisë së tij arrin të bëjë dallimin e të keqes dhe të mirës. Disa komentues janë të mendimit se ky ajet tregon të mirën dhe të keqen e arsyes që Allahu ja ka dhuruar njeriut. Vërejmë se Allahu ka vendosur në dispozicionin e njeriut mirësi të shumta, por midis gjithë këtyre mirësive është theksuar më tepër fakti I frymëzimit të së mirës dhe të së keqes, sepse kjo çështje shkruan fatin e jetës së njeriut. Në përfundim, pas gjithë këtyre betimeve të rëndësishme dhe të njëpasnjëshme, nxjerr përfundimin, vërtet kushdo që e pason shpirtin do të shpëtojë. Fjala zakah vjen nga rrënja e fjalës teskie. Raghibi në librin e tij Mufradat thotë se ka kuptimin zhvillim. Edhe fjala zakat në origjinal ka kuptimin zhvillim. Ndaj dhe në një thënie të Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: pasuria paksohet duke e falur, dia zhvillohet duke falur. Më pas kjo fjalë ka marrë kuptimin dëlirësi dhe pastërti. Arsyeja mund të jetë se pastërtia është shkak I zhvillimit. Në ajetin që ne folëm, të dy kuptimet janë të mundura. Po, shpjegimi është nga ana e atij personi që e ka edukuar shpirtin e tij, e ka trajnuar dhe e ka zhvilluar që të qëndrojë larg ndyrësisë dhe mëkateve. Në të vërtetë çështja kryesore e jetës së njeriu gjithashtu është kjo pastërti. Nëse do të ekzistojë kjo pastërti do të ishte fatlum, e nëse jo, do të ishte fatkeq. Mëtej Allahu flet për grupin kundërshtar dhe thotë, ndërsa kushdo që e shtyp atë me punë të këqija do të dështoj. Fjala khabe vjen nga rrënja e fjalës el khaybe dhe ka kuptimin mosarritje e qëllimit I privuar si dhe humbës. Fjala dessahe vjen nga rrënja e fjalës desse, që në origjinal ka kuptimin e futjes së një gjëje të kombinuar me neveri. Kurani I shenjtë flet për arabët e kohës së ignorancës, kur ata I varosnin vajzat e tyre për së gjalli apo ta varosnë dhe desis quheshin punët e fshehta. Për kuptimin e këtij ajeti janë thënë mendime të ndryshme. Ndonjëherë është thënë se ky interpretim është tallje për të pabesin, sepse njerëzit e devotshëm dhe të denj e shfaqinin veten e tyre, ndërkohë që personat mëkatar e fshehin veten e tyre, sikurse dhe është transmetuar. Pasanikët arab I ndërtonin shtëpitë e tyre në vende të shtrira dhe mbrëmje vendiznin zjarr që nevojtarët të shkonin pranë tyre edhe ditën edhe natën që të mund të merrnin ndihmë. Njerëzit kopracë dhe të këqinj I ndërtojnë shtëpitë e tyre në vende të këqija që askush të mos shkojë pranë tyre. Disa komentues janë të mendimit se mëkatarët e fshehin veten e tyre në mesin e të mirëve, ose ata e fshihnin shpirtin e tyre dhe identitetin njerëzor në mëkat. Në çdo rast është aluzion për ndotje në mëkat dhe qëndron sakt përballë përsosjes. Kështu fituesit dhe humbësit janë të njohur në jetën e kësaj bote. Kriteret e vlerësimit të këtyre dy grupeve nuk janë tjetër vetëm se pastërti dhe zhvillimi I shpirtit, devotshmëri dhe bindje ndaj Allahut. Ndotja nuk përllogaritet si mëkat, nga këtu bëhet e qartë se Imam Bakiri dhe Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi ta, në komentim të ajetit kanë transmetuar doli fitimtar ai që u bind, I pa shpresë dhe I zhgënjur, mbeti ai që mëkatoi. Në një tjetër hadith thuhet I dërguari I Allahut, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kur lexonte ajetin vërtet kushdo që e pastron shpirtin do të shpëtoj, ndalonte dhe bënte këtë lutje: O Allah, më dhuro mua devotshmëri, ti je kurora dhe Zoti I saj, bëj që të jemi përsosur, se ti je më I miri I përsosmërisë. Kjo gjë tregon se për të arritur këtë grad dhe këtë shkallë të përsosmërisë, duhet të kalosh një rrugë të gjatë me plot kthesa. Kalimi I kësaj vështirësie nuk është aq e lehtë sa duket, sepse edhe për profetin Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kjo gjë është mundësuar vetëm me ndihmën e Allahut. Pra hapat I hedhim ne dhe vërtetimi është nga ana e Allahut. Në një tjetër hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për sa I përket komentimit të këtyre dy ajeteve, lexojmë: Shpëtoi shpirti që është pastruar e përsosur. U privua shpirti që Allahu ja ndaloi, privoi çdo të mirë. Hulumtime. 1. Marrëdhënia e betimeve të Kuranit me rezultatin e tij. Një pyetje e rëndësishme që trajtohet është çfarë lidhje ekziston midis këtyre 11 betimeve të rëndësishme me të vërtetën e bërjes së betimeve. Mendohet se shpjegimi I kësaj të vërtetë është nga Allahu I madhëruar, ku thotë që unë gjithçka kam krijuar, që nga instrumentet financiare deri ato shpirtërore për lumturinë tuaj o njerëz. Nga një anë, me dritën e diellit dhe të hënës bëj që skena e jetës suaj të jetë e qartë dhe me plot mirësi, gjithashtu sistemi I ditës dhe I natës, lëvizja dhe qëndresa juaj është sistemuar, toka është bërë gati që ju të jetoni. Nga ana tjetër, shpirtin tuaj e kemi krijuar me të gjitha kapacitetet e nevojshme, ju është dhënë ndërgjegja, ju është qartësuar e mira dhe e keqja.
Juve nuk ju mungon asgjë për të nisur rrugën tuaj fatlume, megjithatë si nuk e pastroni dhe e përsosni shpirtin tuaj, si bini pre dhe i bindeni shejtanit. 2. Roli i diellit në këtë botë. Për diellin që është edhe qendra e sistemit diellor, si dhe udhëheqës i planeteve, ekzistojnë dy diskutime. Njëri ka të bëjë me madhështinë e tij, të cilën e kemi përmendur edhe më lart, kurse tjetri ka të bëjë me mirësitë dhe ndikimet e diellit që shkurtimisht mund t'i përmbledhim kështu. 1. Jeta e njeriut dhe e gjithë qenieve njerëzore, si dhe e të gjithë krijesave të gjalla, ka nevojë për dritë dhe nxehtësi. Kjo domosdoshmëri për jetën e njeriut dhe të krijesave të tjera të gjalla sigurohet në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet këtij planeti të zjarrt. 2. Të gjithë përbërësit ushqimor sigurohen nëpërmjet dritës së diellit, po ashtu edhe krijesa që jetojnë në thellësinë më të madhe të deteve marrin dritë dhe kanë nevojë për të. Ato shfrytëzojnë bimë që janë në thellësitë e oqeaneve për të pasur dritë, edhe kur krijesat e gjalla të deteve duan të ushqehen, ato ushqehen nëpërmjet njëra tjetrës. Një grup prej tyre ushqehet me bimë këto që nuk rriten pa dritën e diellit. 3. Të gjitha ngjyrat, bukuritë dhe efektet që i shikojmë në botën e natyrës kanë lidhje me mënyrën e rezatimit të diellit. Kjo gjë është vërtetuar në shkenca të ndryshme, por në veçanti është vërtetuar në shkencën e fizikës. 4. Shirat që na falin jetë bien nga ret. Avujt e reve krijohen nga rezatimi i diellit që bie mbi oqeane, dete e lumenj, ndaj të gjitha burimet e ujit që ushqehen nga shiu janë për shkak të mirësive dhe bereqetit të diellit. 5. Erërat kanë si detyrë rregullimin e ajrit, zhvendosjen e reve, si dhe transferimin e nxehtësisë dhe të ftohtit nga një vend i ngrohtë te një vend i ftohtë dhe e kundërta. Ato për shkak të rezatimit të diellit dhe të ndryshimit të gradës së nxehtësisë bëjnë që kjo nxehtësi të shpërndahet anë kënd. 6. Përbërësit dhe burimet e energjisë krijuar si ajo e ujrave, e digave të mëdha që ndërtohen në vende malore, burimeve të naftës, të qymyrit e të tjerë, të gjitha këto janë të lidhura në një mënyrë tjetër me diellin, nëse ai nuk do të ekzistonte. Edhe këto burime nuk do të ekzistonin. Të gjitha lëvizjet në sipërfaqen e tokës janë të konvertuara me qendresën 7. Mbijetesa e sistemit diellor është për shkak të ekuilibrit të tërheqjes dhe shtytjes që ndodh midis planetit të diellit dhe planeteve që rrotullohen përreth tij. Kështu, dielli luan një rol të madh dhe shumë të vlefshëm për ruajtjen e planeteve dhe të qarqeve. Nga kjo përmbledhje mësojmë se përse Allahu së pari zhbetuar për diellin, pra çfarë argumenti kishte. Gjithashtu edhe hëna dhe shkëlqimi i saj përgjatë ditës dhe natës dhe planetit Tokës, secili ka një rol të rëndësishëm në jetën e njeriut dhe të gjithçkaje. Për këtë arsye zhbetuar për to dhe më thellë se kaq, shpirti dhe trupi i njeriut është më i çuditshëm dhe me më shumë sekrete. Për rëndësinë e pastrimit të shpirtit do të diskutojmë në fund të surës.